Mëlçia po vdes. 12 shenja të çuditshme të dëmtimit të mëlçisë. Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme të trupit tonë, por shpesh e neglizhojmë atë derisa të jetë shumë vonë. Në këtë video do t'ju tregoj 12 shenja befasuese që mund të zbulojnë probleme me mëlçinë. Dhe do t'ju jap disa këshilla se si të pastroni mëlçinë dhe të parandaloni dëmtime të mëtejshme me mjete shtëpiake. Para se të filloj, megjithatë, ju kërkoj një ndihmë. Nëse ju pëlqen kanali im dhe dëshironi të më mbështesni, abonohu, lini një pëlqim dhe një koment. Faleminderit nga zemra. Shumë mendojnë se mëlçia dëmtohet vetëm nga alkooli, por ka shumë shkaqe të tjera që mund të kompromentojnë funksionin e saj. Si konsumimi i ushqimeve dhe pijeve shumë të ëmbla ose të përpunuara, vajrat bimore të pasura me omega-6, fast foodi, qetësuesit e zakonshëm dhe infeksionet virale. Për fat të mirë, mëlçia ka një aftësi të madhe për të rigjeneruar, por ne duhet të jemi në gjendje të njohim sinjalet e alarmit që na dërgon. Ja, cilat janë kryesoret. 1. Kapakët e bardhë të syve. Nëse kapakët e syve tuaj janë të bardhë ose të zbetë, kjo mund të thotë se mëlçia juaj nuk prodhon mjaftueshëm globule të kuqe, të cilat janë përgjegjëse për transportin e oksigjenit në gjak. 2. Presion në anën e djathtë të gjoksit. Nëse ndjen një presion ose dhimbje në mbrinjë në anën e djathtë, kjo mund të jetë për shkak të zmadhimit të mëlçisë, e cila shtyn kundër organeve të tjera. 3. Njolla në ngjyrë vjollcë dhe të kuqe në lëkurë. Nëse vëren njolla vjollcë ose të kuqe në lëkurën tënde, kjo mund të jetë shenjë e një koagulimi të dobët të gjakut, shkaktuar nga mëlçia që nuk prodhon mjaftueshëm faktor koagulimi. 4. Thembra të plasaritura. Nëse thembrat tuaja janë të thata dhe të plasaritura, kjo mund të jetë një simptom e mungesës së vitaminës A, të cilën mëlçia ndihmon për ta ruajtur dhe përdorur. 5. Kruajtje e vazhdueshme. Nëse ke gjithmonë dëshirë të kruash veten, kjo mund të jetë për shkak të akumulimit të toksinave në gjak, të cilat mëlçia nuk arrin t'i filtrojë dhe t'i eliminojë. 6. Thonjt e ndryshuar. Nëse thonjt tuaj janë të brishtë, të deformuar ose paraqesin vija të bardha, kjo mund të jetë një tregues i një mëlçie të stresuar ose të inflamuar që ndikon në shëndetin e thonjve tuaj. 7. Urinë e errët. Nëse urina juaj është në ngjyrë të errët ose kafe, kjo mund të jetë një sinjal i prodhimit të tepërt të bilirubinës, një pigment që vjen nga degradimi i hemoglobinës dhe që mëlçia duhet ta eliminojë. 8. Lëkurë e verdhë. Nëse lëkura juaj ose e bardha e syve tuaj bëhet e verdhë, kjo mund të jetë një simptom e ikterit, një gjendje në të cilën mëlçia nuk arrin të eliminojë bilirubinën e tepërt, e cila akumulohet në indet. 9. Vena varikose. Nëse keni vena varikose në këmbë ose në krah, kjo mund të jetë pasojë e një dëmtimi të enëve të gjakut, të shkaktuar nga një mëlçi që nuk filtron siç duhet estrogenet, hormonet femërore që ndikojnë në qarkullim. 10. Fryrje e barkut dhe mbajtje e lëngjeve. Nëse vëren se barku yt fryhet pa ndonjë arsye të dukshme, kjo mund të jetë një shenjë e ascitit, një gjendje ku lëngjet akumulohen në zgavrën e barkut për shkak të një mëlçie të dëmtuar. 11. Humbje e oreksit dhe të vjella. Një mëlçi që nuk funksionon siç duhet mund të ndikojë në tretjen dhe përthitjen e ushqimeve, duke shkaktuar humbje oreksi, ndjenjë të vazhdueshme të përzirash ose madje të vjella. 12. Lodhje e vazhdueshme dhe mjegull mendore. Mëlçia ndihmon në detoksifikimin e gjakut. Kur ajo është e dëmtuar, toksinat mund të qarkullojnë në trup dhe të ndikojnë në tru, duke shkaktuar lodhje kronike, konfuzion dhe vështirësi në përqendrim. Ka mënyra për të ndihmuar mëlçin të rikuperohet dhe të parandalojë dëmtime të mëtejshme. Njëra nga mënyrat më efektive është përmirësimi i dietës tuaj, duke reduktuar sheqerin dhe duke futur ushqime të hidhura. Ushqimet e hidhura, si cikorja, angjinaria, luleshtrydhin dhe grapefruitin, stimulojnë prodhimin e tëmthit, lëngu që mëlçia përdor për të tretur yndyrat dhe për të eliminuar toksinat. Një pije tjetër e dobishme për mëlçin është kafja me kurkuma, e cila ndihmon në parandalimin e formimit të plagëve në mëlçi dhe favorizon shërimin e saj. Së fundi, mos harroni rëndësinë e të pirit të mjaftueshëm ujë. Duke ndjekur këto këshilla të thjeshta, mund të përmirësoni shëndetin e mëlçisë suaj dhe të organizmit tuaj në përgjithësi. Ju siguroj se do të ndjeni përfitimet në pak kohë. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë qenë e dobishme. Nëse dëshironi të dini më shumë për mëlçinë dhe se si ta mbani atë në formë, ju ftoj të abonoheni në kanalin tim, ku do të gjeni shumë video të tjera interesante dhe informuese. Faleminderit shumë që keni marrë kohë për të parë këtë video. Nëse ju pëlqeu videoja e sotme, ju ftojmë të shtypni butonat abonohu dhe pëlqej. Faleminderit me zemër. Do të lutem për shëndetin dhe lumturinë tuaj. Mirupafshim.